kjo qeveri është e dështuar në krejt fushat e mundshme, e në energji ka me dështu edhe me 1 miliard euro tjera. 100 megawatt që një këmë thonë parlament, keni me dështu për fotovoltaik, kanë dështu që 5 vjetë asë një kun nuk o vënu aty. Do të thotë, shumë mirë, do të me dojnë ma shpesh për me tregu që qëfar dështimi masiv ka në secilin sektor për cilin flasin këta njerë, sepse me fjallë nuk bëhet puna. Zotja Bazi, e refuzimi është e refuzim ekonomik që i bëhet gazet Amerikan? Apo gjithë kjo ideja është imaginare, dhe për 6 vjetë s'kanë arrit me mlu kulmin e teatrit kombëtar, këta po bojnë termocentrale moderne për gasifikimin e lignitit, është teori cilën po dojmë mbulu refuzimin e real, apo refuzimi i gazit Amerikan është refuzim ekonomik, për marrim si besum çka po thonë këta, çka po dojmë marru. Refuzimi është ideologjik doktrinar, se vetë çështu dalin këtu sana. Ideologjik doktrinar. Për Kurtin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një shtet kapitalist, imperialist, në bazum teoritë komuniste të së kalumës. Qëtu e përplasja. Dëmon, nëse po dënë me abstrahu ky popull, kush e ka çliru, ka e ka mikur më të madh, le shkojnë le ta pyesin Tajvanin, Korenë Jugore, le t'i pyesin shtete tjera cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka bo gjigant industrial zhvillimor, edhe ta shohim se në cilën onë jemi. Duke e refuzu çfarë do lloj marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sektorin energjetik, edhe duke lejuar Serbisë me nënshkru marrëveshje strategjike për energjinë, i bie që realisht na jemi të dashur me qëllim me ndërprer lidhjen me shtetet e perëndimit. Me qëllim. Është refuzim ideologjik, jo ekonomik. Jo, absolutisht, sepse diversifikimi, miksi energjetik e duron komplet çfarë do lloj mundësie të blerjes. Do të thotë, nëse është refuzimi ideologjik i Albin Kurtit kundrejt Amerikës, a do të thotë që dhe gasifikimi i rajonit edhe i Evropës, e konkretisht i Ballkanit perëndimor, nuk është ekonomik, por strategjik kundrejt Rusisë? Jo, është edhe ekonomik edhe strategjik. Sepse energjia është një prej elementeve që e lidh politikën e sigurisë, e garanton sigurinë edhe kombëtare edhe rajonale, edhe pjesën tjetër se unë po habitem sa i cekt është biseda edhe diskutimi për energjinë. Flitet për gasifikim të Ngjillit që ka dëshmitar që s'ka funksionu kur, absolutisht kur. Edhe është çështje jashtëzakonisht e ndihshme. Në fakt, ka mundësi që dikun në Beograd ose në vende tjera na ka dhënë për me bë eksperiment edhe s'ka funksionu kur. Na po dojmë me bo një teknologji që s'ka funksionu kur. Është në fundën të kalumen? Po, është. Ka ndo eksperta këtu që kanë punu aty, edhe dalin flasin për gasifikimin e Thëngjillit, i cili nuk ka jenë investu me 100 miliona, po nuk ka funksionu kur. Po flasim në kohën e Jugosllavisë? Po, në kohën e Jugosllavisë. Eksperimentu, nuk ka funksionu kur. E di njerëz aty. Në fakt, i din edhe do njerëz tjerë cilët ju kujtohet eksplodimin termocentral atër, që mbeta ideali Kaçaniku në dhej për 48 orë. Qëto janë elementet e rrezikshmërisë së një procesi i cili nuk është absolutisht i suksesshëm. Nuk është i suksesshëm. Plus, nuk mundemi me paramendu që ne nuk po e shtrojmë çështjen në rrafshin strategjik edhe të raporteve, jo vetëm për sigurinë e brendshme, se është domosdoshmërisht për sigurinë e brendshme, po edhe për çështjen e partneritetit strategjik me vendet perëndimore. Europa po thotë mbyllni termocentralet e Thëngjillit, sepse pavarësisht se çka është të bo Rusia, e ardhmja e Evropës, e ardhmja e botës perëndimore është te eficienca, te burimet e ripërtëreshme dhe ndërlidhja në rrjetin e furnizimit me energji elektrike. Na është e kundërta. Realisht, Kurti po do mu mbyll, me thonë këta janë imperialista, këta janë kapitalista, mos harroni që 7 vjet janë të miratuara buxheti prej MCC-s për baterit për Kosovën. As edhe një hap nuk është bona drejtim. Shkojnë që aty të regojnë 2 minuta se qëtu do të bëhen nga të Ferizaj, do të bëhet fabrika e baterive, as nuk ka legislacion, as nuk e dim se si çka ndodh me bateritë që prishën, se ato konsumohen. Ku bëhet riciklimi? A bëhet riciklimi? Nëse s'bëhet riciklimi, ku shkojnë materjet? Sa lejesë të shohën për energjinë alternative? Pse nuk po lëshohen? Zero. Pse i kanal, përderisa po bëjnë tjerë për energji alternative? Zero. Maqedonia ka dikun 80-85%
e ka arrit mbulueshmërinë e përdorimit me energji alternative të rinovueshme, Kosova e ka zero. Mi pas 1 miliard euro që kemi blena energji në Kosovë, i kishim bën 1000 megawatt energji elektrike në për kulma edhe në për fabrikat e prodhimtarin që e kemi sot. Edhe bujqt, krejt qëto serrat e hershme që i bon, kishin mujtë më bon me panele solare. Po unë nuk po du mi adhon ide në kurtit, sepse nuk e ka pranu në ko. I ke dhonë propozim t'ilë? Po më ka pos debat pa fund, që në fund e ka vnu vullën kurti, Dejona dhe Mikulovci, Indjeri Mikulovci. Dëmohon, krejt ideja është që ky koncept është të qymyri, një edhe të centralizimi i energjisë, që është koncept komunist. Jo decentralizimi, ku bohen kulmat e njerëzve, ku kompanit private subvencionohen. Llogaritni për vitin 2026, qeveria e Republikës Kosovës ka do 1 milion euro për gjitha kompanit private për energji gjelbërt. 1 milion euro. 1 milion euro. Para mendoni ju. Një gazetari ka marrë gati 2 milion euro grant, 1 milion euro për Jo, veç llogaritni 1 milion euro në vitin kur fillon me u apliku Carbon Border Adjustment Mechanism, që quhet CBAM, edhe që prodhimet e Kosovës kanë mu taksu në Bashkimin Evropian për shkak të prodhimit me energji të fosile. Zotja Bazi, thatë refuzimi është ideologjik, nëse Shqipëria, Bosnia, këtë rast dhe Serbia ka pranu, lidhen me gazën amerikanë, dërsa Kosova mbjet të tjarë, cilë është rreziku strategjik, ekonomik? Rreziku është që kjo çfarë është kanë ndodhur për çdo ditë, është një farë izolimi i Kosovës, nuk është izolimi i Shqipënisë komuniste, por është një farë izolimi i Kosovës, një farë, po më vjen keq që nuk po kam term më të mirë, por një farë fshatarizimi, provincialiteti, një farë mbylljen vetvete që është të ndodhur realisht, sepse sa ma e mbyllë që është politika, qaq ma shumë qytetari sot që i Kosovës kërkon zgjidhje diku tjetër. Eksponenteve dhe vendosës kur thojnë refuzimi i gazit amerikan është nën shtrim i gazit të rus edhe shteteve cilat jenë shërbim të Rusis pëmohojnë një zotit tjilë. Pyetja shtrohet pikujt blet rryma në Kosovë. Edhe sa e ndarën këto shtete prej gazifikimit të rus dhe ndikimit. E ndëgjova unë ministrën të thonë që nuk kemi, Kosova nuk merr gaz prej Rusisë. Që është e vërtetë se s'kena kurfar infrastrukturët gazit në këto. Për me ble drejt përse drejti nëpërmjet gypsjetëve. Po, mos harroni që kushtin Serbia vitin e kaluar e ka pas që ta ndërprej furnizimin për me mujt me marrë marrëveshjen strategjike prej Shtetet e Bashkuara. Domethënë, Serbia ka marrë vendim me ndërprej një marrëdhënie strategjike me Rusin për me lidh marrëveshje strategjike me Amerikën. Domethënë, na jemi në fazën kur kanë më na kalu për rreth, edhe tapi, edhe furnizime tjera, edhe na kemi me qenë qaj fshati. Sa ka më ndikuar në raportet e Kosovës me Amerikën refuzimi i gazit, gasifikimi i Serbisë, kushtet që kanë dhënë Serbisë, shteteve të rajonit, nuk ka sekret me tonë që ne jemi të rrethuar gjithë ne me ky shishi. Kanë pasur ambicie, kanë dëshmu, kanë marrë toka, kanë bë gjenocid ndaj shqiptarëve me sheku i gasifikimi i krejt tyre në Ballkanit perëndimor, i këtyre shteteve që janë rusofile prej as deri në zh dhe refuzimit që vjen nga Kosova. Unë nuk e kam hallin aty, hallin e kam që vjen dimri 1 miliard euro na bëhen prap. Shpenzime për cilat zot ministria, edhe Kurti më herët thonin që nuk e din qytetarët sa lirë janë të e pagu energjinë elektrike. Kjo tregon ose janë të padijshëm plotësisht, ose janë kaq mashtrues që nuk e llogarisin kostën e buxhetit të Republikës, taksat e qytetarëve mushin atë buxhet. Me çat buxhet? Po me përfundim sistem, zotja nuk është e lirë energjia. A mund të imagjinohet Serbia, Bosna në gasifikimin me Amerikën edhe refuzimin nga Kosova? Dhe si e kupton simbolikën e ditën e 30 vjetorit të ardhëzyrës amerikane në Kosovë në vitet e 90-ta? De facto njoja e parë, në kohën kër presidenti Rugova luftonte për kauzën e shtetit pavarur, është shumë emocionale për mua për zënëratën tem, bilifimit të mi pare e spikosha. Michael McClellan. Po, ka qenë ndjenja e parë kur ti ma nuk je vetë, edhe dikush kam i monitoru për padrejtësinë, vrasjet, krimet që na e bojnë sërë neve, kam i kanë Amerika drejt për drejt për këto cila kam i monitoru edhe kam i kalzu krejt botës. Është pika kthese e historisë Kosovës. Në ditën e 30 vjetorit, ushtruesi i detyrës ambasadorit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje qeverisë Kosovës, amon, pranon e gazin. Vesh një fjalë mundet me pasqyru këtë gjendje, dështim i plot në të gjitha drejtimet, dështim në marrëdhëniet strategjike, dështim në sigurimin e energjisë
për qëndrueshmëri, ju e po deklaratën e ambasadorit britanez, që tha ka pos kompani britaneze që kanë ardhur dhe kanë po, Kosova është vend i paqëndrueshëm dhe kanë shku diku tjetër. Do thotë, veç është ideja apo dojmë me ditë se në cilin drejtim po shkojmë. Sa kam indiku refuzimi i gazit në raportet e qeverisë Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës?